Ish deputeti demokrat Nësly Murrizi u paraqit në SPAK një ditë më parë. Në një bashkëbisedim me gazetarin Besar Tjaçaj, Murrizi u kujdes të theksonte se prania e tij në ambientet e prokurorisë posaçme nuk ishte një vizitë. Unë nuk jam nga ata që them takova kolegët dhe më thatë vizitë. Zakonisht vizitat i bëj tek miqtë ose më vizitojnë mjekët kur kam nevojë për vizitë, tha Murrizi. Ai sqaroi se ishte për një çështje që nuk ka të bëjë me të. Sa i përket vetes së tij, Murrizi sqaroi se nuk është nga ata që fshihet. Megjithatë, ish deputeti thotë se së shpejti do dalë se për çfarë ishte i pranishëm në SPAK. Që s'ka të bëj me mua, le ta dinë ata që më ndjekin nga ekrani juaj dhe që unë nuk kam asnjë lloj droje nëse do kishte sikurse në 2022 ka pasur një hetim për Murrizin 10 mujor dhe kam qenë i pranishëm në media. Pra nuk jam nga ata që fshihem dhe ai hetim rezultoi që kishte qenë lapsus dhe kam fituar edhe gjyqin e pafajësisë së asaj. S'ka të bëj me Murrizin si person, por se për çfarë ka qenë do dal shumë shpejt, besoj se këtu mendoj që ndonjë kolegu juaj apo kolege që ka akses për të marrë ndonjë gjë vesh, sikur po zbulon icebergun, do ta marr vesh. Se kam qef që ta deklaroj për çfarë, po ta shikoni, koha ime ishte shumë e shkurtër, thot Murrizi. Por a duhet të ketë dikush frikë nga dëshmia e tij? Murrizi përgjigjet kështu. Të gjithë ata që kanë bërë zullume duhet të kenë frikë sepse siç kanë bërë denoncime zyrtare në 3 raste, një ka qenë tender i uniformave, një kanë qenë lopët sa një bend së klas me sinjalet e pasqyra, një ka qenë ajo miza e ullirit e tuneli i këtij. Ata që kanë marrë para nga taksat e shqiptarëve dhe që dëgjojnë veten e tyre të përmendur nga goja e Murrizit të jenë të bindur që unë nuk sajoj për një grusht votash më shumë dhe nuk bëj politik me fatkeqësinë e askujt. Unë nuk jam nga ata sadistët që gëzohen pse rritet numri i të arrestuarve. Përkundrazi jam ndër të pakët edhe ish ligjvënës që kam thënë kemi kod penal bolshevik, thot Murrizi.